Frika për të mos e humbur sfidën bëri që Vllaznia dhe Teuta të ndaheshin në një barazim pa gola në përballjen e javës së 32 në A-Business Superiore. Pas duelit në Loro Buriçi, trajneri i shkodranëve Thomas Berdarić theksoi se kuqeblut kishin probleme në organik dhe se ekipi të tij ju mohuan 2 penallti. Ishte një ndeshje mjaft e luftuar nga të dyja krahët. E dinim që Teuta do të luante e tërhequr dhe kishim punuar për ta goditur në ato raste që do arrinim të krijonim. Ishim disi të kushtëzuar pasi bala i mungonte, Menca kishte probleme ndërkohë që Bajrami u dëmtua. U munduam të krijonim për të fituar sfidën. Gjykoj se duhet të fitonim 2 penallti, një në pjesën e parë dhe një në të dytën, por nuk e morëm këtë mundësi. Për teknikun e Teutës Bledar Hodo, nga mënyra se si rollën ngjarjet, Dursakët duhet ta fitonin duelin kundër Vllaznisë. Mendoj që ashtu si ndodhen ngjarjet, mund dilim dhe me 3 pikë sot. Mendoj që bëmi pjesë të parë të ekuilibruar, do thosha. Pjesën e fillimit, pjesës dytë, Vllaznia na vuri disi në vështirësi. Kurse 20 minutat e fundit mendoj që kishim mundësi ta fitonim këtë ndeshje.